Sot nuk jemi mbledhur thjesht për të diskutuar një ndryshim administrativ. Jemi mbledhur për të mbrojtur identitetin, përfaqësimin dhe të ardhmen e Bashkisë Klos. Klosi nuk është thjesht një territor në hartë. Ai është një bashkësim me histori, tradita, kulturë dhe nevoja të veçanta. Bashkia Klos përbëhet nga 4 njësi administrative: Klos, Gur, Suç dhe Xibër, me një shtrirje të konsiderueshme territoriale dhe karakteristike të veçantë gjeografike e sociale. Bashkimi me Burrelin nuk garanton automatikisht më shumë zhvillimin. Përkundrazi, ekziston rreziku që vendimarrja të përqendrohet larg qytetarëve të Klosit, duke e bërë më të vështirë marrjen e shërbimeve dhe zgjidhjen e problemeve të përditshme. Një nga parimet themelore të veçëverisë vendore është që vendimet të merren sa më parë pranë qytetarëve, në mënyrën që nevojat e tyre të dëgjohen dhe të adresohen në kohë. Ky është edhe misioni i veçëverisë vendore sipas legjislacionit shqiptar. Në vitet e fundit, Bashkia Klos ka realizuar investime të rëndësishme në infrastrukturë, ujësjelljes, arsim dhe shërbime publike. Këto investime tregojnë se bashkia ka qenë funksionale dhe ka dëshmuar se është në gjendje të zhvillojë dhe të ofrojë shërbime për qytetarët e saj. Një bashkim administrativ mund të sjellë humbje të përfaqësimit lokal, ulje të vëmendjes ndaj zonave rurale dhe zbehje të identitetit të komunitetit tonë. Banorët e Klosit meritojnë të kenë një institucion që i njeh problemet e tyre, që është pranë tyre dhe që punon çdo ditë për interesat e tyre. Ne nuk jemi kundër reformave. Ne jemi në favor të reformave, që përmirësojmë jetën e qytetarëve, jo atyre që arrisin distancën mes qytetarit dhe institucioneve. Prandaj, kërkojmë që Bashkia Klos të vazhdojë të mbetet një njësi e pavarur e veçëverisë vendore, me kompetencat e plota për të zhvilluar territorin e saj, për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe për të garantuar një administrim sa më pranë njerëzve. Le të mbrojmë. Unë kundër kësaj projekti që kanë bërë këta për nderjen e bashkive, për bashkimin e bashkive, më mirë ata që me Tiranën, sepse nëse do bëjmë pjesë fare në votimet, kjo që këta na bashkojnë me Burrelin. Nuk kemi asnjë vendim me Burrelin, Jezusi se ka më të mira bashkia e Klosit, edhe gjithë ata njerëz që dalin në reformë, i ka pas këtë të ardha këtu në qytet të Klosit tani. Kjo shkurtohet, dihet ajo se atë, kjo leje që bën dy parti të bashkë. Unë këtë ata deputetë e PD-s që nuk merr pjesë protestën në Klos për mos u bashkuar me Burrelin. Unë çuditem nga gjithë këj popull këtu, që janë të gjithë frikacar, që u shkelet e drejtë e vet dhe nuk kërkojnë drejtën e vet, më mirë ja bën Roma që e shem, se këta janë të marruar, janë frikacar kërët, na ka prerë biletën e varrimit, domethënë mas 8 muaj, edhe të gjithë janë frikacar, kanë frikë me kërkuar drejtën e vet. Unë çuditem, më mirë na e bën Roma ne. U bë rruga Arbrit, tani na shkem prapë ka Shopeti. Shpungimi na ka Shopeti. Me 3000 lekë vjetra, unë shkem Tiranë, jo çkem Burrek, paguaj taksat. Kjo e hallet e mia. Para ne I bëj thirrje të gjithëve, sigurimi, të gjithë protestë në Tiranë, me gjithë protestuesit të bashkove ti në Flambingo që thotë Roma, dhe na jo po na shkel me kam. Bizneset janë një të mbaruar. Janë rreth 150-200 milion lekë të ardhura që na I merr, sa ka shkruar nuk dihet. A më kupton? Kundra që të largohet Bashkia e Klosit, që të bashkohet me Bashkinë e Burrelit, se ne shqyqysh Zotit që drejtuam pak këtë Bashkinë e Klosit, mu drejtu mori frym kjo bashki, edhe sot të largohet, për mua është një humbje shumë e madhe për qytetin e Bashkisë Klosit. Unë kam mendimin që dikush do të folin atje si për që të mbahet Bashkia e Klosit, gjithsesi ne nuk do të ndalemi nga kjo protestë, do jemi në vazhdim. Do t'i vazhdoni protestat? Patjetër se po. Edhe sot në mbasditë në orën 6 të qytetit Klosit, edhe pse jo, edhe në Tiranë.
Në punësit dhe qytetarët e Klosit kanë tepër të drejtë. Klosi është një zonë në zhvillim, sidomos me hapjen e rrugës Harbrit. Bashkia Klos duhet të funksionojë, me që dhe parametrat e bashkisë janë në rritje. Kam frikë se me mbylljen e bashkisë do të bijë dhe solucione të tjera si arsimi, do shpopullohet vendi, s'do ketë më fëmijë këtej, nuk di, do jetë më keq. Ndoshta për ata që e kanë mënu, për më mirë, po ne nuk kemi fare shpresë, sidomos të rritë për të jetu këtu. Faleminderit. Jemi kundra bashkimit bashkisë Klos me bashkinë e Burrelit. Unë ka qenë 92 që punoj këtu. Jam shumë e kënaqur me gjithë arritjet që ka bashkia e Klosit. Prandaj u bëj thirrje gjithë dhe i bëj thirrje deputetit zonës që t'i prij para komunitetit Klosit edhe të krijë zërin në parlament për kundërshtimin e këtij vendimi që kanë marrë. Se votat nga ky popull i mori dhe t'u prij para. Përshëndetje, pa diskutim jemi të gjithë në mbështetje të komunitetit klosian. Unë si banore kësaj bashkie, si punojse kësaj administrate, në mënyrë kategorike shpreh qëndrimin tim kundra bashkimit të bashkisë Klos me bashkinë e Burrelit, për të bërë një bashki e madhe si ajo e Matit. Vendimet të tilla në këtë fazë janë vendime të cilat akoma nuk kanë marrë fuqinë ligjore, janë propozime, por në çdo fazë unë personalisht dhe familja ime shprehim qëndrimin kundër këtij bashkimi. Bashkia Klos mendoj që duhet jetë edhe të qëndrojë një bashkim vete, i plotson të gjithë komponentët për të qenë një bashki e tillë. Kështu që mendoj që të gjithë këto punojës të cilët sot janë këtu dhe që në shenjë solidarizimi kemi mbështetur njëri tjetrin sot për të bojkotuar punën, vazhdojmë të themi që jemi kundra këtij propozimi dhe shkrirjes së bashkisë së Klosit. Faleminderit. Përshëndetje, jemi kundra bashkimit të bashkisë së Klosit me bashkinë e Matit, pasi nuk na lidh as afinimiteti me shërbimin ndaj qytetarëve. Bëjmë thirrje të gjithë instancave shtetërore që ta marrin parasysh protestën tonë në solidariteti për mos bashkimin e bashkisë së Klosit me bashkinë e Burrelit. Jemi mbledhur për të mbrojtur identitetin.